Klubi i futbollit Shkodra, një nga klubet me shumë emër dhe me shumë traditë në futbollin shkodran dhe shqiptar, nga xhiri të cilit kanë dalë emra të spikatur të ekipeve zinxhir që luajnë në nivele të larta, është një moment shumë të rëndësishëm. Kështu pra që prej sot dhe në vazhdim, zyrtarisht presidenti i klubit të futbollit Shkodra është Agim Cani, një figurë jo e panjohur në futbollin shkodran, sepse jo shumë larg ka drejtuar me shumë sukses ekipin e femrave të Juban Danje, i cili ka shkuar deri në fitoren e Kupës së Shqipërisë. Por tashmë, krahas edhe një investimi në infrastrukturën sportive me ndërtimin e 2 fushave model në periferi të Shkodrës, ka marrë dhe vendimin që të jetë bashkëpunues me klubin Shkodra. Do t'i thani urime për këtë vendim që sapo u informuam. Faleminderit. Si duket bashkëpunimi, si duken edhe komunikimet e para? Bashkëpunimi hala s'ka fillu, mendojmë që do t'jeti mirë edhe mendojmë që do të bëhet diçka e mirë për këto fëmijë që luajnë futboll, që stërviten, që harxojnë kohën, mundin, kënë një karrierë për të ardhmen më të suksesshme, normalisht të investu pak më shumë si të infrastruktura, si të mësimdhënia e fëmijëve, shpresojmë dojmë diçka europiane. Tashmë krahas veprimtarisë tuaj në botën e biznesit edhe sportit dhe kryesisht futbolli është bërë pjesë e jetës tuaj. Absolutisht po. Sepse edhe keni një përvojë, si tham me herët në kampionatin kombëtar të femrave, por tashmë edhe të meshkujve. Edhe të meshkujve. Të Velipoja, më përpara. Pra vini nga një përvojë edhe nga Velipoja me ekipin e Adës. Në meshkujt të Velipojës. Konkretisht çfarë ju tërheqi më tepër që të nisni bashkëpunimin me klubin e futbollit Shkodra? Që më tërheq. Njëri ka qef me bë diçka në jetë. Me arrit një sukses ku mendoj që edhe ka nevojë shumë ky qytet edhe këta fëmijë kanë nevojë për një mbështetje. Më marrë me sport, sa më marrë me telefona, me thash, me YouTube që rrinë gjithë panditën dhe më thonë tu mos bë aktivitete, plus kësaj ka me nëzit më mërmende shumë me u masivizu më shumë, me pas interes edhe më shumë kur të investohet pak për ta. Tu është tu me ndu këtë mendoj që edhe talentet kanë marrë tu rrit, numri i talentave, numri i njerëzve, një fëmijëve që kanë me dash sportin, ka marrë tu rrit, ka më dalë më shumë profesionista se sa deri më sot, mendimi im. Aktualisht dhe konkretisht si klubi i futbollit Shkodra ka një traditë mirëfillte në punën disa vjeçare dhe kanë si sta më herët nga gjiri kësaj sporti kanë dalë shumë emra, por deri ku mendon Gincani se do të shkojë me këtë klub përpos edhe ekipeve zinxhir? Shinohet edhe një skuadër më e madhe? Unë mendoj në miniatur, nuk është e nevojshme me bërë shpike të mëdha, po me kopju ekipet e mëdha perëndimore. Edhe në miniatur, domethënë, me bë siç bëjnë ata. S'po bëjmë shpike, domethënë me thonë që do të bëj diçka ndryshe. Do të mundona me i kopju si mas punësive që financiare që do të kena, me vënë dispozicion, për me nxjerr një shkollë shumë profesionale dhe shumë perëndimore, tu krahasu me nivelin që është sot aktualisht nëpër Shkodër apo se në Shqipëri kanë filluar disa akademi me sa kam informacion me rrit kështu. Fakti që ju tashmë keni në pronësi dhe në administrim 2 fusha moderne sportive, të cilat u provuan edhe nga vetë kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, është një plus me tepër që edhe klubi i Shkodra dhe ekipet e shumta që disponojnë ky klub do të jenë në këto ambiente? Ky ishte mendimi im,
që një akademi nuk mund të funksionojnë po s'pati terrene sportive ku mos stërvit. Do një herë hapi i parë ishte të krijojmë terren sportiv që të kenë ku mos stërvit. Të kenë mundësi me bë stërvitje ditën, natën, edhe me drejta, jo vetëm pikë zhegut apo tora, Në projektin tuaj do të jetë edhe vendosja e ndriçimit në absolutisht po. Janë të marrë elektricistët në punë, o njerëzit në punë. A kemi të futemi direkt tek elementi edhe teknik dhe funksionimi i klubit. Shikojmë se zoti Piranici ka në duart e tij ka një plan masash që ju paraqiti ju. Si shikoni këtë propozim dhe këto pikat e Piranicit do të gjejnë edhe mbështetjen dhe bashkëpunimin tuaj? Absolutisht, unë pa mbështetjen e profesor Piranicit nuk mund të eci shumë, sepse ka eksperiencë shumë më të madhe se unë, si baba si djali në këtë fushë. Unë po du me i dhanë kësaj që kanë arrit këta dëmë sot, me i dhanë ala mbështetje më të madhe. Që me arrit më shumë se sa që kanë arrit dëmë sot. Në qofë se besoj në qofë se edhe dëshira këtyne ashtë si se më dhanë, por mendoj që këna pasë sukses në këtë punë. Me gjithësisht, ndoshta është momenti të dëgjojmë edhe vetë zotin Piranici për të mësuar diçka më shumë, po keni diçka tjetër, keni ndonjë mesazh edhe për prezën e ri, për ato që po e ndjekin këtu në televistë, cilët do të jetë ardhma e klubit futbollit Shkodra në dirigjimin tuaj si president? Prezë e ri, unë i sugjeroj, i ofroj mundësin me ardhë, me stërvit, me shiku se si do t'jenë ecëria e kësaj akademi. Mendoj që ka me kenë një shkollë futbollit shumë e mirë. Bile mas me thonë, për i kohë shkurt ka me kenë më e mira që keni pa. Çfarë mendoj të ketë ndryshe nga ajo që është aktualisht? Ka me kenë edukimi i fëmijëve, ka me kenë maksimalisht me notat nalta, po thëmë. Do të mundohë me zerë edhe fëmijët mirë, se jo tanë kanë më bë futbolista, por në fundit bëhet i njëri mirë kur të përfundojnë këtë karrierë. Jo i vagabond, apo një hajdut, apo po diun një ashtu. Është edhe qëllimi edhe edukimi i fëmijëve, jo vetëm më marrë me sport, edhe s'më intereson më tepër. Do t'i tani ju përgëzojmë dhe urojmë për nipët e mi të kjo akademi që do t'i marrë, dhe eksperimentin do t'a bëjt të veti herë për para. Të nipat, do t'i quj... Me që hapet këtë temë që ne e kishim ndoshta në program për ta diskutuar në një moment tjetër, por njëri prej tyre është një emër shumë i njohur, Gabrion Cani, i cili është pjesë e ekipeve kombëtare, ka qenë edhe pjesë e vllaznisë, por tashmë do të jetë në urdhrat e Piranicit tek klubi Shkodra? Patjetër. Pra fillon nga vetja? Do të fillon nga vetja, ndryshimi fillon prej vetit, gjithmonë. Apo jo? Urime dhe suksese edhe dy nipave tuaj, dhe suksese me klubin Shkodra, tashmë me një pamje tjetër, me ftyrë tjetër dhe me objektiva madhore. Mendimi është i mirë, është se sa do të realizohet, do shohim. Suksese! Faleminderit.